Pastaj çka tha vëllezër? Tha "Walam yubdiha lahum", se u kallzoi atyre, tha "Qala antum sharrum makana". Çka tha? Tha ju jeni vallahi më të këqit e Allahit se sa ai çka pe akuzoni. Por çka po i thot? Po ju morë jeni hajduta. Ju morë keni morë mua, ja keni morë djalin babës pejgamber alayhi salatu wassalam, Jakubit, ja keni gjujt në buna, e keni shit për dirhem, që 40 vjet, në transmetim tjetër 80 vjet kanë kalu, Allah shkoni mi kallzuçi, ej, o bab, mos u mërzit me se gjallit, diku na gjall. Se sa i mitë maj, se ka hangër ruki. Ki që to i keni ba. Dhe kjo dhe çka argumenton? Çka argumenton? Se kur he e keqja në dënë, nuk ka të aj, kur aj vogël, s'ka të aj. Apo, ose këto burra më të mëlloja, burra, dhe që ditë është dë njëherë. Ti thu, që ky ka thonë qështoa? Ky ka thonë qështoa? Si vjen marë bi vjetëve për shaj ka? Si vjen marë që, por që më ka njerë, si vjen marë si falë namaz me po qështu? Si nuk i vjen marë se një ka me ka në vërë një për mi dunja, e Allah i mendon me e zaptu dunja, me pushtu dunja. Tha që ka dhe zërë, që ka ju tha? Entum sharrum me kene, por që e dhe zërë me Kur'an, 77. Entum sharrum me kene, ju i një mërë matë këqi, si gudzoni mërë ju me folë për dikan, ju të adi për dosjen tane, ka njerë ti që diti, subhanallah i ladhim. Njerë gjdo faqe që ka e lezon dosjes vetë, ti thu, hece ma shpejze, su këshirë ka tu shka ka. E merë gudzimi që ki njeri, mi akuzu njerëzit. Mi akuzu njëzit pa pasër, mi akuzu njëzit e pasër. A kja plot pa pasër ti. I merë njerëzit dhe zërë mi akuzu, pa bigajri hak, pa pik faj, tu kanë shumë prej njerëzve dhe zërë. Njerëzit të cilët kanë dertin e Allahut, dertin e fejës, dertin e përhapjes së fejës Allahu Gjelluala, ata kur farvlerës përbajnë në shëshërin, ata mundohen me regullu e kanë, me regullu ata njerëzit të cilët i bartin barra sa malët e tokës. Çka tha Jusufi a.s. Entum sharrum makana, me vetë veti tha. Ju jeni me matë këshi. Pse s'ja u tha o dhe zërë? I miri s'ta thot. I miri nuk ta thot dhe zërë. I miri vdes me barë. Andaj që ka tha Ebu Hurajra, po vdes, pa ju kallzu shumë hadithe. I tha, pse morem, s'po na kallzon? I tha, le desin me mu, tha këto hadithe. Pse? Tha, me ba me u kallzue, ju ma përshpejtoni vdekin. Andaj tha, unë po vdes, ama do hadithe s'pe ju kallzoj. Andaj disa të këqia dhe zërë, maj që tu në gjokës, në të ba një mal, pi brengave, në të mesi që tu, vdes, merin vorë me veti. Pse? Zban, se sharro mi dit njerëzit ato. Sa informata dhe zërë, sa lajmi, sa khaberi, duhet mu morë në gjokës, mu shtridh, me shku të Allah me ta. Pse? Se nuk javlen o dhe zërë. Wallahi nuk javlen mu shoshit me njerëzi, e mu fërku me njerëzi për shfarë. Se si adel, para me në mu pas ti Jusufi. Wallahi, shikoni, djetarë qëfar kanë thonë. Gjdo ras, shka Jusufi ka mujtë mu hakmar, kur ti ta shelezon gjarjen, por që i mu thu, pse be si shtini në burg njëherë, barë mja u ka dhu qefin njëherë. Wallahi, me pas bon që ashtu, ti kështë e thonë, pse be s'bon një sabër, se ma miri kishë dalë, se ti ta shekshirë për jashtë. Andë dhe shika Allahu Gjelluala kur ta kontrolon gjarjen, që ka tha, fe esarra Jusuf, e majti veti Jusufi dhe tha, entum sharrum me kene, ju jeni matë këqi, ju jeni matë këqi. Pasaj që ka tha, wallahu a'lamu bima të sifun. E si e shnoshi vetëm dhe zë për akuzës, që ka tha, Allah e di shumë mirë, se unë s'jam qështu që ka përthuni. Po këto nuk i thanë këti, po kjo është taj, kjo Jusufi që ka përdojnë e ka pas një vla. Ku është ai vllavi? I mund të sa njerëz mundohen këshe, po folin me temsila, shkojnë shkrimi këshe s'pe morr në vesh. O subhanallahu alazim. O ti nderum, ti duhesh më di se Allahu xhan nuk mashtrohet. Rob wa min an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ka do njerëz thonë kanë besuar Allahit, kanë besuar ahiretit, si janë besimtarë ato vëllezër. Ata nuk janë besimtarë te Allahu xhallahu ala. Nëse njeriu mundohet të mashtrua dikan, thot ja shlova Allahu xhallahu ala. Ja shlova Allahu xhallahu ala. Subhanahu wa ta'ala, i lartë është ai, i pastër është ai, çka tha? Wallahu a'lam. Allah e din më së miri. Allahu e din më së miri. Andaj vëllezër, le të jetë adresa jon kur kemi shtypje, kur kemi rëndesa, kur kemi si dikush na përdhos. Çka do të më bë? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bima tasifun. Wallahi di Allah i shumë mirë se sa çështo. Andaj çka tha Aisha radhiyallahu anha kur e akuzon? Allah e di tha. Ma kur ta di Allah vëllezër, duhet më rujta çka ka shpif. Kur ta dije Zoti Gjelle Gjelalu, le të mbahet mira që ka shpif. Sepse o rana dhe zërme shpif për njeri. Po para meno për Jusufi, pejgamberi Allahu Gjellu Ala i thot, hajdu të konaj. Andë ti shetë disa njerëz nuk kanë kujdes ndaj këto xhallarëve.
Andaj dietarës ka kujdesaj. A me thot se ke ka shlu fejen. Hasha wa kella. Andaj përmend, kur u bën më ti mos shlu fejen, ai pas ka shlu fejen. Tu se kanë gale, ozë. Njerëzit e prish se kanë gale. Ai akuzon hoxhën, ai shpif për hoxhën. A krijon ngjarje me hoxhën. Se ka gale, ozë. Pse? Po institutet Allah. Sa dush ti thuj, ki frikë Allahut, ai ti është subhanallahu el-azim. Ti është kanë disa njerëz që thu, ki frikë Allahut, Allah. Ata mos u bën dervish. Por ki frikë Allahun xhelle xhelalu, tut ju zotit tan, tut ju nalat goj, shelle gojën, mbyllë gojën, sepse te Allahu vëzë nuk paguhet më me parë. Çka tha pejgamberi selam? Merrni halallok këtë dunja, merrni halallok. Me njëri tjetrin, pse? A dit s'ka më halallok. A dit ka xhenem. Nisan çka mundesh mi thon dikujt, ma ban Allah. Kam gabu, ma ban Allah. Lirom. A dit të vëzë duhet me paguhet me trup. Me shti që këtë gjumë në zarë. Mu djega jo, Zotin arruj për gjenemit, ja Rabbal Alamin. Thotë Allahu Gjellu Ala, Wallahu a'lemu bima të sifun, Allahu edin mas mirët qatë cilësi që ka po ma jepni, e unë nuk e kam. Shikon me zahitin 78 dhe me këta përfundojna, nëse në kam bet edhe një pjesë e nxaris. Thotë Allahu Gjellu Ala, ajetin 78 thalë, Qalu, ja ejuhel azizu, inna lehu eban shejkhan kebira, fe khudh ahadena mekana, inna narake minel muhsinin. Shikon se kanë zbut tash njëni për tërë. Qalu than, ja ejuhel aziz, o mbret, o princ, o ti njeri lartë, inne lehu eban shejkhan kebira. Shikove zër, tash janë duke kërku rahmet. Por shkak se u bo Bunjamini me nejt, problema me nejt Bunjamini. Than, o ti mbret, kje e ka bë një bab plak, shejkhan kebira, o i loth, ka bo vite. Fe khudh e hadena, mere njani për neve bedel për ketë. Qika vëzër, ta është fillu me rase, qysh mi dal babës, qysh mi dal babës, nëse do të vima ande dhe zër, kush është bërcil me Kur'an, ose të ka jeti të djetë, kale kebiru hum, dhe thoje vlaj madh, unë zvi, unë ka menejtë këto, unë së një dal babës më për parasive, besën Allah të këmë dhanë që Bunjaminin ka me rujt, prap Bunjamini u pa munal, Jusufi ka hup, ku me shkumë, së një dalë babës paraftire. Qka i thanë këto vëzër? Thanë, o mbret, a e mërë benjanin për neve në vend Bunjaminit, se kjo e ka një bab, e shko vëzër nuk thanë baba jonë, po kjo e ka një bab, se ta prekin që është puna këtina, kjo e ka një bab, shejkhan kebira, u ka bo shejkh, u ka bo plak, kebira, u ka lodhën pleshni, marë njanin për neve. Apo, dhe që, shiko, si ja kanë përmen. Thot, Tahir ibn Ashur, thot, ja kanë përmen, babës vet, ja kanë përmen Jusufit, si princ, tri cilësi për me marë mëshirën e ti që të taliroj e Bunjaminin. Që i kanë thanë? Ka thanë, e ka një babën gjallë e ka, ma më se merë. Apo, nja, e dyta, kanë thanë o plak, mos i duhet babës, plaki së nërri pa e vladë. Edhe, e këni pa pleshtë të lezër, pa cëllin së nërri, ma shumë. E dini ju, zullumi maj ma cëli ba lezër, ne më të voglit. Sa herë zullumi ba ne më të voglit. Ani ma thot, të më se prek. Ani, pse, qështu adhe, qështu ka kryu Allahu gjiluar në njerëzit. A ki pa zari madhi, sa i mbështetet të pjekuria e tina. Zakonisht, djemë të mdoja në kohën për i të voglit. Pse, thot, ky, banë që ka të banë ne hajna, E pastaj problemi as i ku të bëhet ki i madha problem. Apo, andaj çka i tha? Tha e ka babën gjallë, e dyta ka plak. Babën e ka plak. Edhe e treta, çfarë i kanë thënë? Kjo është atje i madh te populli jon. Po pejgamber. Po si kanë thënë pejgamber, kanë thënë i madh te populli jon. Kanë thënë, nëse ai, babë ka, plako, i madh i popullit ton. Edhe ti ja merr atina djalin, shumë ki me lëndue. Merë njënin për neve. E këtu dhe zërë, merë njënin për neve. Qka i bje? Me e pagujt dikush atë qka se ka ba. E kjo dhe zërë, qfar quhet? Qfar quhet? Zëvendësim në dënim. Kjo nuk ekziston asë i shëria. Asë kush nuk e lanë gjunajnë e huj. La te ziru waziratun wizra ukhra. Thëtë Allahu gjillu ala, asë kush se ban gjunajnë e tjetërit. Kërkush, këtë si cëli ka me bajt gjunajnë e vetë, andaj du të shovna se këta i kanë thanë inna narake minel muhsinin. A e kuptoni vëzër si Allahu gjela me lafët e vetë a i kanë gatruë?
lexone të shtëpia edhe më shumë, po unë ta shpjegoj. Ajetin 77 dhe 78. Do ta vëdheni se ajeti 77 ka thënë se këta janë të rrejt, ajeti 78 ka thënë se këta janë tu kallzu çysha Jusufi. Cila e vërteta? 78 a 77? 78, pse shikon fund çka i thonë. Çka i thanë më herët? E ka pas bekini vlla Jusufi, o kon hajdut. Subhanallah. E çtash parasive çka i thonë? To s'pedin se s'tash Jusufi. Çka i thonë? Nëna te pabe që shumë burri miri je. Tash Allah hajdut ta burri mira. A kupton edhe zë? Rnacaki çati del rrena. Rnacaki çati del. A thave që janë hajdut, po. E kur u bon buri mirë, thash? Kur u bon me lut këta? Andaj do t'ju thot Jusufi alayhi salatu wassalam, qala ma'adallah, mazallah. O vëzëra, apo ju kujtohet që ke fjala mazallah? Kur e ka përdor Jusufi? A kuptoni? Është i njëjti me njëri, o njëri mira sa ana i njëjti. Kur e ka përdor? Kur i ka thonë e gruaja, hey telek, çe kum kije? Çe ka thonë? Ma'adallah, mazallah. Vëzër, sa herë me mazallah pështo njëri. Ama kur thoje mazahune, ku shkoj me të forcët e tua, po, rave. Kur thush me adh Allah, në mbrojtjen e Allahut, në kujdesin e Allahut, çka tha me adh Allah, en nakhudha illa man wajadna mata'ana inda. Ja. Tha nuk e morrna, po nuk tha kush ka vjet. Shikoj vëzër, nuk tha kush ka vjet. Tha veç aty që ja kena gjet enën ton tek aj. Inna idhal lidhalimun. Na me mor dikant tjetër, bëmi zullumçar. Sa çish. Na kena gjet e Bunjamini, shona na me mor dikant tjetër.